Sot do të eksplorojmë se si banorët e Europës mesjetare përballeshin me një nga kërcënimet më të mëdha për mbijetesën e tyre, dimrat e gjatë dhe të pamëshirshëm që testonin kufit e qendresës njerëzore. Para se të vazhdojmë me videon, mbani mend të regjistroheni në kanal për më shumë narrativa dokumentare si kjo, dhe mos harroni të lini komentin tuaj në fund. Kishte një fjalë të urtë të vjetër mesjetare që thoshte se dimri glabëron atë që vera arrit. Këto fjalë të thjeshta mbartnin një të vërtet brutale që bënte jehon në të gjitha fshatrat, kështjellat dhe manastiret e Europës. Për burrat dhe gratë që jetonin në atë kohë, dimri nuk ishte thjesht një stim, ishte një periudhë sprove. Ditët shkurtoheshin, temperaturat binin ndjeshëm dhe fushat dikur të gjelbra shndërroheshin në peizazhe të shkreta të mbuluara nga bora dhe akulli. Mbijetesa varri tërësisht nga aftësia për t'u përgatitur gjatë muajve më të butë. Europa mesjetare njohu periudha klimatike të dallueshme që formësuan thellësisht jetën e banorëve të saj. Midis viteve 750 dhe 1350, përafërsisht, kontinenti përjetoi të ashtu quajturën periudha e ngrohtë mesjetare, një epokë me temperatura jashtëzakonisht të buta që lejoi zgjerimin bujqësor dhe madje kultivimin e rrushit në rajonet të Anglisë dhe Gjermanisë Veriore. Këto kushte të favorshme sollën prosperitet dhe rritje të popullsisë. Megjithatë, si në të gjitha gjërat, kjo mbarësi nuk do të zgjaste përgjithmonë. Rreth vitit 1300, diçka filloi të ndryshonte. Temperaturat nisën një rënje graduale që do të shënonte fillimin e një epoke të re klimatike. Kronistët e kohës nuk kishin një emër për këtë fenomen, por historianët modern do ta quanin epoka e vogël e akullit, një periudhë që do të zgjatej për rreth 4 shekuj. Në vitet e para të këtij tranzicioni, shenjat ishin tashmë të dukshme. Dimrat u bën më të ashpër, pranverat vinin më vonë dhe verat dukeshin gjithnjë më të shkurtra. Intensiteti i këtyre dimrave la gjurmë të thella në histori. Në vitin 1303, deti Baltik ngriu plotësisht, një ngjarje që do të përsëritej në 1306 dhe 1307. Anijet mbetën të bllokuara në akull dhe komunitetet bregdetare u pan të izoluara. Gjatë dimrit nga viti 1363 deri në 1364, pjesë të gjata të lumit Reno mbetën të ngrira për muaj të njëpasnjëshëm. Edhe rajonet e jugut nuk i shpëtuan tërbimit dimëror. Lumi në Itali ngriu në një mënyrë aq solide në dimrin e vitit 1216, saqë banorët organizuan një turne xhustash mbi sipërfaqen e tij. Në shkurt të vitit 1352, Firenze mbeti e mbuluar nga bora gjatë gjithë muajit dhe bora u grumbullua në atë formë saqë banorët mbetën të bllokuar në shtëpitë e tyre për ditë të tëra. Përballë kushteve të tilla, përgatitja bëhej një çështje jete a vdekjeje. Urtësia popullore mesjetare mësonte se ai që nuk përgatitej gjatë muajve të bollkut, sigurisht që do të vuante gjatë muajve të mungesës. Dhe kështu që nga pranvera, çdo familje fillonte një proces të gjatë grumbullimi dhe ruajtjeje të burimeve. Gruri dhe elbi ruheshin me kujdes në hambar të përgatitur posaçërisht për të mbrojtur kokrat nga lagështia dhe brejtësit. Një teknikë e zakonshme konsistonte në veshjen e dyshemes së hambarit me degë drize ose bim të tjera gjembore, duke i ngritur kokrat nga toka e lagësht dhe duke vështirësuar qasjen e minjve. Drithërat e ruajtura gjatë verës do të ishin baza e ushqimit dimëror. Prej tyre vinte buka, kur mullinjt punonin, dhe qullrat, kur ujërat e ngrira e bënin të pamundur bluarjen e miellit. Midis këtyre qullrave, një pjatë dalloi për kudo ndodhjen dhe shkathësinë e saj. Njihej si frumenti, një fjalë e rrjedhur nga latinishtja frumentum, që do të thotë thjesht kokër ose drith. Ky qull gruri, i thjesht në thelb, ushqeu breza të tërë europianësh, nga shërbëtorët më të thjesht deri te mbretërit. Në banketet e tyre, frumenti në formën e saj më bazike konsistonte në kokra gruri të ziera në ujë derisa të zbuteshin, pastaj të përziera me qumësh dhe të trashura me të verdha vezësh. Rezultati ishte një përgatitje e trash, ushqyese dhe ngushëlluese, e aftë për të ngrohur trupin dhe për të siguruar energji për të përballuar ditët e ngrira. Për fshatarët, ky version i thjesht ishte shpesh gjithçka që kishin në dispozicion. Për ta, qulli nuk kishte nevojë të ishte i bukur apo i shijshëm, duhej vetëm të ngopte urinë dhe të mbante trupin të ngrohtë. Në tavolinat më të pasura, megjithatë, frumenti merrte tone sofistikimi. Erzat e importuara nga toka të largëta i shtoheshin pjatës, duke e shndërruar qullin e thjesht në një delikatesë të denjë për bankete. Shafrani i jepte një ngjyrë të artë vibruese, kanela shtonte një aromë mbështjellëse dhe sheqeri zbutte shijen e kokrave.
Disa receta më të detajuara kërkonin që frumenti të shërbejë me lëng mishi dreri ose madje si shoqërues i mishit të delfinit, një përbërës i rezervuar vetëm për mbretërinë. Në librin e recetave angleze The Forme of Tsuri, që daton rreth vitit 1390, gjendet një recetë që sugjeron shërbimin e frumentit me bota, marsuin, i konsideruar si peshk nga kisha dhe, për rrjedhoj, i lejuar gjatë ditëve të agjërimit. Origjina e frumentit daton në kohë edhe më të lashta. Romakët njinin tashmë një përgatitje të ngjashme të quajtur puls, një qull drithërash i konsumuar nga ushtarët e legjioneve. Murgjit benediktin të mesjetës së hershme e rafinoan pjatën, duke e përshtatur me rregullat e thjeshtësisë së manastireve të tyre. Për këta fetar, frumenti përfaqësonte ushqim dhe thjeshtësi. Një nga librat më të vjetër të recetave në gjuhën franceze, Le Viandier de Taillevent, i shkruar rreth vitit 1300, paraqet udhëzime të detajuara për përgatitjen. Receta udhëzonte të merrej gruri, të lahej mirë dhe të zihej në ujë. Kur të ishte zier, duhej të kullohej dhe më pas merrej qumësht lope, vijej të ziente, shtohej gruri dhe zihej përsëri. Të verdhat e vezëve të rrahura shtoheshin në fund. Disa njerëz shtonin erza dhe lëng mishi dreri. Por frumenti ishte vetëm një pjesë e sistemit kompleks të mbijetesës dimërore. Ruajtja e mishrave përbënte një tjetër shtyllë themelore. Gjatë verës dhe vjeshtës, kafshët majmeshin për therje. Kullotat e bollshme dhe mbetjet e korrjeve siguronin ushqim të bollshëm për derat, qet, delet dhe dhit. Megjithatë, mbajtja e këtyre kafshëve gjatë dimrit do të ishte ekonomikisht e pamundur, pasi çdo kafshë përfaqësonte edhe një gojë më shumë për të ushqyer me rezervat e çmuara të drithërave. Festivali i Martin Mas, i festuar më 11 nëntor, shënonte tradicionalisht fillimin e sezonit të therjeve. Në këtë datë, komunitetet rurale të mbar Europës mesjetare kryenin therjen në mas të kopeve të tyre. Vetëm kafshët riprodhuese dhe lopët qumështore kurse ishin të rezervuara për të garantuar vazhdimsinë e kopeve në pranverën vijuese. Pjesa tjetër sakrifikohej dhe gara për të ruajtur mishin fillonte menjëherë. Kripa ishte agjenti kryesor i ruajtjes. Familjet e zhytnin mishin në shëllir të koncentruar ose e mbulonin plotësisht me krip të trash, duke nxjerrë lagështinë që do të lejonte rritjen e baktereve. Kjo teknik, ndonse efektive, kishte pasoja të dukshme për shijen. Mishi i kripur ishte jashtëzakonisht i fortë dhe, siç e sugjeron edhe vetë emri, shumë i kripur. Për ta bërë të ngrënshëm, ishte e nevojshme të zihej për orë të tëra para konsumit, një proces që zbutte fibrat dhe nxirrte një pjesë të tepëricës së kripës. Përveç kripjes, tymosja ofronte një tjetër opsion ruajtjeje. Salsiçet dhe mishi tjetër i përpunuar vareshin mbi zjarret tymuese, shpesh në vetë trarët e shtëpive. Ndërtimet mesjetare ende nuk kishin oxhaqe të mirë filta në shumicën e tyre. Tymi i vatrave ngjitej lirisht deri në çati, duke dalë nga hapjet në tjegulla ose përmes kashtës. Ky ambient me tym, ndonse i pakëndshëm për banorët, ishte i përsosur për të tharë mishrat e varur në trarët e sipërm. Asgjë nuk shpërdorohej. Organet e brendshme të kafshëve shndërroheshin në konserva. Gjaku i jepte origjinë gjakavicave, morcelas dhe pudingjeve të zinj që, të mbajtur në vende të freskëta, mund të zgjasnin me muaj. Zorët pastroheshin dhe përdorshin si mbështjellëse për salsiçet. Madje edhe dhjami ruhej me kujdes, pasi do të shërbente si për të gatit ashtu edhe për të papërshkueshmëruar pëlhurat dhe lëkurën. Derat dhe patat merrnin një trajtim të veçantë. Ndërsa shumica e kafshëve thereshin në nëntor, këta të dy kurseheshin deri në dhjetor. Arsyeja ishte e thjeshtë dhe pragmatike. Në vjesh, derat dhe patat mund të ushqeheshin lirisht me lende, krimba dhe ushqime të tjera që gjendeshin në pyje dhe fusha, pa pasur nevojë të konsumonin rezervat e drithërave. Lejimi që të ushqeheshin edhe për një muaj do të thoshte kafshë më të majme dhe më shumë mish. Për të ruajtur. Për këtë arsye, dhjetori u bë tradicionalisht i lidhur me therjen e derave, një ikonografi që shfaqet në numër të madh kalendarësh mesjetar të ilustruar. Mishi i derit ishte veçanërisht i rëndësishëm për familjet më të thjeshta. Qet ishin kafshë të shtrenjta, të arritshme vetëm për më të pasurit. Derat, nga ana tjetër, mund të rriteshin nga pothuajse çdo familje. Këto kafshë gjithçka ngënëse ushqeheshin me praktikisht çdo gjë, nga mbetjet e ushqimit deri te rënjët dhe insektet. Aftësia e tyre për të shndërruar praktikisht çdo lëndë organike në mish ushqyes i bënte ata aleat të domosdoshëm në luftën për mbijetesë. E po sa i përket peshqve, mund të pyetet.
Sigurisht, lumenjtë dhe liçenet ofronin një burim alternativ ushqimi. Realiteti, megjithatë, ishte shumë ndryshe për shumicën e fshatarëve. Në sistemin feudal që dominonte Europën mesjetare, praktikisht të gjitha tokat i përkisnin ndonjë lordi. Dhe bashkë me tokat vinin edhe të drejtat mbi lumenjtë, liçenet dhe përrenjtë që i përshkonin ato. Peshkimi, pra, ishte një privilegj i rezervuar për fisnikët dhe ata të cilëve u jepnin leje. Shumica dërmuese e lordëve feudal u mohonin këtë të drejtë shërbëtorëve të tyre. Për ata që jetonin pranë detit, perspektivat ishin pak më të mira, pasi oqeani konsiderohej një burim i përbashkët. Megjithatë, peshkimi në det të hapur gjatë dimrit ishte jashtëzakonisht i rrezikshëm. Sidoqoftë, peshku gjente rrugën e tij deri në tavolinat mesjetare. Harenga kripej ose vijej në konserv për shpërndarje nëpër kontinent. Por kampioni i vërtet i ruajtjes ishte bakallari i tharë, i njohur si stockfish. Ky peshk kalonte përmes një procesi tharjeje dhe fermentimi që e bënte atë jashtëzakonisht të qëndrueshëm, duke mundur të zgjaste me vite pa u prishur. Qëndrueshmëria e stockfish, megjithatë, vinte me një çmim. Peshku bëhej aq i fortë dhe i tharë saqë duhej fjalë për fjalë të rrijej me çekan para se të zihej. Edhe pas këtij trajtimi, orët të razjerjeje ishin të nevojshme për ta bërë atë minimalisht të ngrënshëm. Tekstura rezultuese përshkruhej në mënyra pak oreksndjellëse nga vetë bashkëkohësit. Në librin e Marguerite Kempe, një vepër e fillimit të shekullit XV, autoria tregon një vizion në të cilin Jezusi i thotë se ajo do të brejej nga njerëzit e botës ashtu si një mi brejet stockfishin, dhe se ajo do të kapej pas tij po aq fort sa lëkura e stockfishit ngjitet në duart e një njeriu kur zihet. Kreshma, periudha prej 40 ditësh agjërimi që i paraprinte pashkëve dhe që binte kryesisht gjatë dimrit, sillte sfida shtesë. Gjatë kësaj kohe, kisha ndalonte konsumimin e mishit, vezëve dhe produkteve të qumështit. Për të pasurit, ky kufizim do të thoshte thjesht zëvendësim i mishit me peshq të shtrenjtë dhe përgatitje të ndërlikuara. Për të varfrit, megjithatë, kreshma mund të ishte një periudhë mungese të vërtetë. Rezervat e mishit zakonisht ishin tashmë të ulta kur fillonte kreshma, por humbja edhe e qasjes të qumështi, gjalpi dhe vezët përfaqësonte një goditje të rëndë në dietën tashmë të kufizuar dimërore. Zgjidhja e gjetur ishte përdorimi i qumështit të bajameve ose të lajthive. Këto qumështe bimore zëvendësonin qumështin e lopës në praktikisht të gjitha përgatitjet. Frumenti e përgatitur gjatë kreshmës përdorte qumësht bajamesh dhe shërbehej pa të verdhat e vezëve. Përveç drithërave dhe mishrave të ruajtur, disa ushqime të freskëta arritën të mbijetonin muajt më të ftohtë. Mollët dhe dardhat, të vjel në vjesh dhe të ruajtura në vende të freskëta dhe të thata, shpesh zgjasnin deri në shkurt. Lakrat dhe presh kultivoheshin dhe vileshin edhe gjatë muajve më me borë, gjethet e tyre rezistente duke duruar temperatura që do të shkatëronin perimet e tjera. Rrepat gjithashtu zinin një vend të veçantë në dietën dimërore mesjetare. Mjekësia e kohës ende bazohej në teorinë e 4 humorëve, që klasifikonte të gjitha gjërat si kombinime të nxehtit, të ftohtit, të lagështit dhe të thajtit. Dimri konsiderohej një stinë e ftohtë dhe e lagësht dhe përrrjedhoi e dëmshme për ekuilibrin trupor. Për të luftuar këto efekte, rekomandohej konsumimi i ushqimeve të konsideruara të nxehta dhe të thata. Rrepat përshtateshin në mënyrë të përsosur në këtë kategori. Një erudit i shekullit GE, i njohur si Bartolomeo Anglez, shkroi se nxehtësia digjet në lëndën yndyrore të rrënjës së rrepës, dhe se në dimër ajo është një rezervuar nxehtësie që shumë fishohet. Arrat gjithashtu luanin rol vendimtar në ushqimin dimëror. Gështenjat, arrat, bajamet dhe lajthit vileshin në vjesh dhe ruheshin për konsum gjatë gjithë dimrit. Gjatë kreshmës, kur aq shumë ushqime të tjera ishin të ndaluara, arrat bëheshin edhe më të rëndësishme, duke siguruar yndyra dhe proteina thelbësore që përndryshe do të mungonin në dietë. Mbajtja e trupit të ushqyer ishte vetëm gjysma e betejës. Mbajtja e ngrohtë përfaqësonte gjysmën tjetër. Kështjellat dhe shtëpitë e lordëve kishin vatra zjarri gjigante në pothuajse çdo dhomë, duke konsumuar sasi mbresëlënëse drush. Tapicerit që dekoronin muret nuk ishin vetëm elemente estetike, por shërbenin edhe si izolim, duke mbajtur nxehtësinë brenda dhomave. Rrobat e fisnikërisë përfshinin shtresa leshi të trashë të veshura me lëkura kafshësh, duke krijuar një fshikës nxehtësie rreth trupave të tyre të privilegjuar. Për fshatarët, megjithatë, situata ishte shumë ndryshe. Shtëpitë e tyre ishin ndërtime të thjeshta, shpesh me mure prej balte e thurjeje dhe çati kashte që linin të ikte nxehtësia e çmuar.
Një vatër e vetme në qendër të ndërtesës ishte gjithçka që kishin për të ngrohur gjithë familjen. Rrobat ishin prej leshit të ashpër, efikas në mbajtjen e nxehtësisë, por larg komoditetit të lëkurave të përdorura nga fisnikëria. Ligjet sumptuare të shpallura në mbretëri të ndryshme europiane e bënin këtë pabarazi edhe më të theksuar. Në Angli, në vitin 1363, u vendosën rregulla që përcaktonin se cilat pëlhura dhe lëkura mund të përdorte çdo klasë sociale. Edhe nëse një tregtar i begat mund të blinte financiarisht rroba prej lëkure të hollë, ligjet e ndalonin t'i vishte ato. Këto kufizime nuk bazoheshin vetëm në prestigjin social, por kishin pasoja praktike gjatë dimrave të ashpër. Ndërsa një fisnik i mbështjell me lëkur hermine qëndronte i ngrohtë në mënyrë komode, një fshatar me rrobat e tij të thjeshta të leshta dridhej nga i ftohti. Komunitetet zhvilluan strategji kolektive për të përballuar të ftohtin. Ndarja e hapësirave dhe madje edhe e shtretërve u bë praktikë e zakonshme. Udhëtarët në bujtina shpesh ndanin të njëjtin shtrat me të huaj të plot, një nevojë praktike që t'i kalonte çdo turp. Në disa rajone të Francës dhe Rusisë, familje të tëra hibernonin së bashku, duke qëndruar në shtrat për javë të tëra, duke u ngritur vetëm për punët më thelbësore. Në fshatrat alpine franceze, familjet flinin bashkë me kafshët e tyre, duke shfrytëzuar nxehtësinë trupore të lopëve dhe deleve për të mbijetuar netët më të ftohta. I ftohti ekstrem nuk ndikonte vetëm në komoditetin njerëzor, por edhe në vetë zinxhirin e shpërndarjes së ushqimit. Kur lumejt ngrinin, mullinjtë e ujit ndalonin së punuari, duke e bërë të pamundur bluarjen e miellit për bukë. Pa miell, komunitetet ishin të detyruara të drejtoheshin alternativave si frumenti, që përdorte kokrat e plot të ziera në vend të bluarave. Anijet që normalisht transportonin mallra nëpër lumenj mbeteshin të palvizshme, duke izoluar komunitetet që vareshin nga kjo tregti lumore. Një kronist italian regjistroi se gjatë dimrit kur lumi pëngriu, i ftohti ishte aq intensiv sa buka, mollët, dardhat dhe të gjitha llojet e ushqimit ngrin sa u bën solide, duke mos mundur të priteshin ose të hëngreshin derisa të ngroheshin dhe të shkrieshin pranë zjarrit. Madje edhe vera ngrinte brenda fuqive dhe për ta nxjerrë atë ishte e nevojshme të përdorshin sapata për të thyer bllokun solid në të cilin ishte shndërruar. Çmimet e ushqimeve pasqyronin këto vështirësi. Me përjashtim të pak artikujve të kontrolluar nga qeveria, si bira dhe buka, të gjitha ushqimet e tjera kishin çmime të rritura gjatë muajve të dimrit. Në Anglinë e viteve 1340, kostoja e mbajtjes dhe ushqimit të një kali gjatë një nate në një bujtin kushtonte rreth 100 darkë e gjysmë gjatë verës, por ngjitej në 300 darka e gjysmë gjatë dimrit. Kjo rritje pasqyronte jo vetëm mungesën e ushqimit, por edhe kostot më të larta të ngrohjes dhe mirëmbajtjes gjatë muajve të ftohtë. Paradoksalisht, ndërsa çmimet rriteshin, pagat uleshin. Ditët më të shkurtra të dimrit do të thoshin më pak orë pune, dhe punëtorët paguheshin proporcionalisht më pak. Një prodhues tjegullash në Londër në vitet 1340 fitonte 500 darka e gjysmë në ditë gjatë verës, por vetëm 400 darka e gjysmë gjatë dimrit. Ky kombinim i çmimeve më të larta dhe pagave më të ulta mund të bënte që një punëtor urban të shpenzonte më shumë se 70% të ardhurave të tij vetëm për ushqim gjatë muajve më të ftohtë. Bartolomeu Angles e kapi këtë realitet në një pasazh që, ndonse fillimisht i referohej bimëve, zbatohej një lloj edhe për financat e familjeve të zakonshme. Ai shkroi se të gjitha gjërat që jetonin dhe rriteshin për dobi të verës, vyshkeshin dhe vdisnin nga mizoria rigoroze e dimrit. Për shumë familje, kursimet e grumbulluara gjatë muajve produktiv thjesht avullonin kur vinte i ftohti. Ky ishte realiteti që e bënte një qull të thjesht gruri aq të çmuar. Frumenti nuk ishte thjesht një ushqim, ishte një linjë mbrojtjeje kundër urisë dhe të ftohtit. Përgatitja e saj ishte mjaft e thjeshtë për t'u kryer nga çdo familje dhe përbërësit e saj bazë, gruri, qumështi dhe vezët, ishin brenda mundësive të shumicës. Për ata që nuk kishin qasje të erëzat apo sheqeri, qulli bazë ende ofronte ushqim. Për më të fatlumët, shtimet e shafranit, kanelës dhe erëzave të tjera e shndërronin përgatitjen e thjeshtë në një pjatë të denjë për festim. Trashësia e frumenti ishte veçanërisht e rëndësishme. Recetat mesjetare theksonin se qulli duhej të ishte mirë i trash, një karakteristikë që nuk ishte thjesht estetike. Një qull i trash qëndronte më gjatë në stomak, duke zgjatur ndjenjën e ngopjes dhe duke siguruar energji për më shumë orë. Në një kontekst ku vaktet mund të ishin të pakta, çdo pjatë duhej të jepte maksimumin e mundshëm.
Kokrat e grurit të zjera ruanin teksturën e tyre individuale, ndryshe nga një qull tërshëre që shndërrohet në një masë homogjene. Çdo kokër shpërthente në gojë kur përtypej, duke ofruar një përvojë sensoriale që bashkëkohësit qartësisht e vlerësonin. Të verdhat e vezëve i jepnin një pasuri kremoze pjatës, përveç se kontribuonin me proteina dhe yndyra shtesë. Rezultati ishte një ushqim që vërtet ngjitej pas brinjeve, siç do të thoshte urtësia popullore. Ngjyra e verdhë e pjatës, e përmendur në receta, nuk ishte një tek dekorative. Në një shoqëri që lidhte ngjyrat e gjalla me ushqimet cilësore, pamja e artë e frumenti sinjalizonte ushqim dhe vlerë. Shafrani, kur ishte i disponueshëm, e intensifikonte këtë të verdhë, por edhe vetë të verdhat e vezëve tashmë i jepnin një nuancë të këndshme qullit. Fshatarët, pragmatik në qasjen e tyre ndaj mbijetesës, ndoshta nuk shqetësoheshin shumë për ngjyrën e ushqimit të tyre. Për ta, kishte rëndësi që pjata të ngrohte trupat e tyre dhe të largonte urinë deri në vaktin tjetër. Manastiret mesjetare luajtën rol vendimtar në ruajtjen dhe përhapjen e recetave si frumenti. Mulgjit krijuan disa nga librat më të vjetër të recetave që kanë mbijetuar deri në ditët tona. Kuzhinat e tyre u shërbenin jo vetëm komuniteteve fetare, por edhe udhëtarëve që kërkonin strehim gjatë dimrit. Tranzicioni nga periudha e ngrohtë mesjetare në epokën e vogël të akullit nuk ishte i papritur, por efektet e tij akumuluese ishin shkatërruese. Korrjet filluan të dështonin me frekuencë më të madhe. Uria u bë më e zakonshme dhe më e rëndë. Uria e madhe e viteve 1315 deri në 1317 vrau miliona njerëz në mbar Europën, një prelud ogurzi i vështirësive që do të vinin. Dekadat vijuese do të sillnin jo vetëm të ftohtë dhe uri, por edhe vdekjen e zezë, e cila gjeti një popull si tashmë të dobësuar nga kequshqyrja dhe stresi klimatik. Sidoqoftë, qëndresa njerëzore triumfoi. Teknikat e ruajtjes së ushqimit u rafinuan gjatë shekujve. Komunitetet zhvilluan sisteme të mbështetjes reciproke që lejonin mbijetesën kolektive edhe kur individët përballeshin me vështirësi. Pjatat e thjeshta si frumenti u bën simbole të rezistencës, ushqime që lidhnin brezat përmes përvojës së përbashkët të përballjes dhe të kalimit të ashpërsisë së dimrit. Recetat mesjetare që kanë mbijetuar deri më sot tregojnë histori të qytetërimeve të tëra që luftonin kundër forcave të natyrës. Çdo udhëzim për të gatuar drithëra mbart ego të dimrave të kaluar para shumë shekujsh. Epoka e vogël e akullit përfundimisht ja la vendin kushteve klimatike më të buta. Teknikat e ruajtjes evoluan me zhvillimin e shkencës moderne. Megjithatë, kujtesa e këtyre kohërave të vështira mbeti e shkruar në kulturën europiane, duke u shfaqur në tradita kulinarie dhe fjalë të urta popullore. Frumenti nuk u zhduk kurrë plotësisht. Në disa rajone të Anglisë, versione të pjatës vazhduan të përgatiteshin deri në shekullin XG. Historianët e ushqimit dhe entuziastët rizbuluan recetën, duke e përgatitur atë në festivale të rikrijimit historik. Historia e mbijetesës dimërore në Europën mesjetare na mëson mësime që të i kalojnë kontekstin e tyre historik specifik. Rëndësia e përgatitjes së hershme, nevoja për të shfrytëzuar në maksimum burimet e disponueshme, vlera e bashkëpunimit komunitar dhe aftësia njerëzore për t'u përshtatur me rrethanat e pafavorshme janë parime po aq relevante sot sa ishin 7 shekuj më parë. Burrat dhe gratë që u përballën me ata dimra të pamëshirshëm nuk kishin qasjet e teknologjik që sot i konsiderojmë bazike. Ajo që kishin ishte njohuria e grumbulluar përmes brezave, e transmetuar nga prindërit të fëmijët. Kjo njohuri ishte thesari i tyre më i madh. Dhe kështu, kur mendojmë për frumenti, nuk duhet ta shohim atë vetëm si një pjatë të vjetëruar të një epoke të largët. Duhet të njohim në të një simbol të genialitetit njerëzor, të aftësisë për të shndërruar përbërës të thjesht në ushqim jetik. Çdo kokër gruri e zier në atë qull të trash përfaqëson një fitore kundër mungesës. Çdo tas i konsumuar në nxehtësinë e një vatre zjarri që fërgëllon përfaqëson një familje që mbijetoi për të parë pranverën. Fjala e urtë mesjetare kishte të drejtë. Dimri vërtet glabëron atë që vera arrit. Por ata që dinin të përgatiteshin, që zotëronin artin e ruajtjes dhe konservimit, që ndanin burimet dhe njohuritë e tyre me komunitetet e tyre, ata gjenin mënyra për të kaluar muajt më të errët. Dhe kur pranvera më në fund vinte, duke sjellë me vete ditë më të gjata dhe temperatura më të buta, ata shfaqeshin të gatshëm për të mbjellë, rritur dhe grumbulluar përsëri, duke përjetësuar ciklin që mbajti qytetërimin evropian përmes shekujve të sfidave klimatike. Historia vazhdon të shkruhet.
Ndryshimet klimatike me të cilat përballemi sot paraqesin sfida të reja, të ndryshme nga ato të së kaluarës, por po aq serioze. Ndoshta ka mësime për të nxjerrë nga paraardhësit tanë mesjetar, jo në teknikat e tyre specifike, por në qëndrimin e tyre të respektit përballë forcave natyrore dhe në vendosmërinë e tyre për t'u përshtatur dhe mbijetuar. Frumenti mund të duket si një pjatë tepër e thjeshtë për të mbartur një domethënie kaq të madhe, por është pikërisht të thjeshtësia ku qëndron forca e saj. Ajo na kujton se, në fund të fundit, mbijetesa ka varur gjithmonë nga aftësia njerëzore për të bërë shumë me pak. Nëse ky udhëtim nëpër të kaluarën mesjetare zgjoi kuriozitetin tuaj dhe dëshironi të vazhdoni të eksploroni histori magjepsëse si kjo, konsideroni të regjistroheni në kanalin ton. Çdo regjistrim na ndihmon të prodhojmë më shumë përmbajtje që lidhin të tashmen me të kaluarën, duke zbuluar historik që formsuan botën tonë. Lini komentin tuaj duke ndarë atë që menduat për këtë narrativ, cilat tema do të dëshironi të shihni të eksploruara në të ardhmen, ose thjesht reflektimet tuaja mbi mënyrën se si paraardhësit tanë përballeshin me sfida që sot vështirë se mund t'i imagjinojmë. Pjesëmarrja juaj është karburanti që e mban këtë projekt gjallë, ashtu si frumenti mbajti gjallë brezat të tërë europianësh gjatë dimrave më të ashpër të historisë. Deri në narrativën dokumentare të radhës.